dhikri. Dhikri përmendja Allahut azza wa jalla. Të nëzër, kombinimi më i mirë i adhurimeve është dhikri edhe agjerimi aftën. Dhikri edhe agjerimi. Edhe duaja është pjesë e dhikrit. Përmendjes Allahut te barekuta. Sikur që ka ditë transmetime ku e ka përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se agjerimi më i mirë është agjerimi i atij që e përmend Allahun te barekuta. E ka përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se një nga treguesit e cilësisë së agjerimit ndërlidhet me sasinë e përmendjes Allahut te barekuta. Çka i bën Allahu me përmend Ramazan? Që unë përmend një hadith që e keni dëgju, që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka sahabis për këtë jetën, jo për Ramazan. Për këtë ja ka dhënë për 12 muaj. A mundë me marrë veç për një muaj veç? Për një muaj. Ka një tek pejgamberi ka një Rasulullah. Ka një duar Allah, më këshill Allah. Ka më jap një mësim që askë pastejes kom në me pyta. I ka thonë pejgamberi në sot transmetime, i ka thonë la yazalu lisanuka ratban bi dhikrillah. Le të jetë gjuha jote në vazhdimsi e lagur duke përmend Allahun e mëdhenuar. Do kur sot goja tu përmend gjithmonë. Kur. Thot Ibn Umeri radiallahu ta'ala anhu se ka ndodhur që në ndaj me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam do mbi 100 herë ja kom numëru gojën të thonë astaghfirullah. Në kur dikush dhe keme vetë diqka, por në dhe i së vetë këtë këtë. Edhe kësë brastir të dëgjimit e ka plëcu me përmenet Allah të barë të Allah. Më nëjtë në kjo është trajnim, normal, është praktik që do të meshtu, por bëhunit bindu se një nga burimet elementare të fuqizimit të zemrës në udhëtimin dhe të Allah të barë këtë Allah është përmendja e vazhdueshme me Allah të azogjanë. E veçanërisht me disa formulime të veçanta që na ka mësuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që ndihmojnë shumë në forcimin e besimtarit, stabilitetin e tij dhe këmbgulin që del sa më i fortë në fund atij edhe sa më fitimtar. Nga këtu është për shembull dhikri të thon la haula wala quwata illa billah. Edhe në këtë la haula wala quwata illa billah. Sa më shumë Ramazan. Që edhe kjo ala praktikë, sa më shumë Ramazan. Nëse la haule o la quwata illa billah i bjen o Zot, unë as muj, as di, apo veç ti që ka të mundësesh edhe veç me forcën tonë. Sa ma te për në Allahun bështetesh, sa ma te për varësi dhe varfli në raport me Allahun, qash ma i fort bosh. Pra ndaj duhet më lidh me Allahun të barekutaala. Sa ma të lidhën, dhikri. Ose ato që e keni tek lutjet e mëngjes dhe mbrëmjes. E keni? Libër, pletush, gjeni, telefon, aplikacionet të nëmë dhe më në buruja muslimonit. Ja haju, ja kajum, bi rahmetike esteghithu. Ka thonë djetarët, kush e lutë Allahun të barekutaala me emrin ja haju, ja kajum, nuk ka problem që nuk ka zgjidhje. Nga se këtë problemet e dunjas zgjidhme që të duja emna. Ja haju o i gjallë, kajum që gjithë shka realisht rrinë kom me izën tonë. Gjithë shka është me Allahun, e Allah nuk është me askën. Allah nuk i duhet askush. Ate nuk e mon askush. Vetë rrinaj, vetë. Nëse këtë rrinë me Allahun azogjen. Konfirmimi i vazhdueshëm, lagja e gjuhës dhe ngjallja e zemrës me këtë dhikr, ja e forcë, e ty dhvin forca në Ramazan. Dhvin angazhimi, dhvin vëmendja, dhvin fokusin në Ramazan. Ndaj këtë fokus e majmë gjithmonë aktiv, të koncentruar dhe e mbajmë veten të organizuar në përputhje me agjendën e Ramazanit me përmendje dhe me dua. Me dua, lutë Allahun shumë lutë Allahun që ta është për Ramazanit. O Allah, më mundësëm me prit Ramazanin, më mundësëm me familje tonë, ashtë është e mirë me prit Ramazanin. Gjatë Ramazanit, lutë Allahun, në ndihmo me agjeru, në ndihmo Allah me kalu që rëmas mirë. Lutë Allahun të barë këtala.